Përshëndetje të nderuar miq, jemi këtu sot se do shesim dhomën e doktorit. Kemi diku deri 2 vitet e fundit që nuk na është sëmurur asnjë numër Fiverr, shqyr zotit, dhe nuk na duhet më do ta shesim ose do japim me qera. Hajde ta shikojmë dhomën nga afër. Tani, e gjithë kjo sipërfaqja këtu si fillim është me dokumenta. Është mobiluar, siç e shikoni, ka tavolinë, ka këtë krevatin këtu 2 karrige, ka një 2 kartona aty që mund të fusni gjërat, si tip dollapi ato. Me kondicioneri ndizet vetëm në verë 2 orë të drekës, fiket natën edhe dimrit, se normalisht do më vogël kjo ngrohet kollaj. Keni atë aspiratorin aty dhe aspiratori ndizet vetëm gjatë ditës, 4 drita llampa të mëdha këtu dhe këtë alarmin që nuk pihet cigari brenda. Banjo nuk ka këtu brenda, se normalisht kjo është parashikuar që të përshtatet edhe në 1+1. Tani, banjo është atje në fund fare, është banjo e përbashkët, ka 2 banjo gocash dhe 2 banjo çunash. Në ana përballë banjos kemi pjesën e kuzhinës që është me prenotim. Domethënë, nëse do gatuash drekën ti, e prenoton atë dhe vetë e përdor atë. E gjithë kjo sipërfaqja këtu, sipërfaqe e madhe prej 4 metra katrorësh, mund të bëhet e juaja vetëm për 94.000 euro e gjitha, sepse është në një lokacion strategjik mund mes të Vision Plusit. Ose mund ta merrni me qira 1.800 euro në muaj, 4 qira para pagim, 2 të parat dhe 2 të fundit. Në qoftë se nuk ju pëlqen kjo dhoma dhe nuk doni as ta investoni, as ta merrni me qira, mund të na shkruani për punë. Jemi duke kërkuar të gjitha gjuhët e mundshme të botës. Italisht, frëngjisht, spanjisht, anglisht, ku digjë, serbisht, jo serbisht, jo. Okej, kaq. Faleminderit.